Më 20 shkurt 1991 në orët e pasdites, sheshi Skënderbej në Tiranë u kthye në epiqendrën e një momenti historik. Përballë Muzeut Historik Kombëtar, turma e mbledhur prej mijëra qytetarësh rrëzoi bustin monumental të Enver Hoxhës. Ishte simboli më i fortë i diktaturës 45 vjeçare që po shembej para syve të publikut. Por ajo ditë nuk nisi aty. Në fundin e vitit 1990, Shqipëria ishte tashmë në ethet e ndryshimit. Më 8 dhjetor 1990 shpërthyen protestat studentore në qytetin Studenti. Të rinjt kërkuan pluralizëm politik, zgjedhje të lira dhe fundin e monopolit të Partisë së Punës. Brenda pak ditësh, më 11 dhjetor 1990, u lejua krijimi i partive të para opozitare, mes tyre Partia Demokratike. Kjo ishte çarja e parë zyrtare e sistemit. Por busti Enver Hoxhës vazhdonte të qëndronte në qendër të Tiranës si një kujtesë e hekurt e së kaluarës. Janari dhe shkurti i vitit 1991 u karakterizuan nga protestat të përditshme, greva urie, mitingje dhe përplasje me forcat e rendit. Ekonomia ishte në kolaps, dyqanet bosh, energjia me ndërprerje, paga të zhvlerësuara. Frika kishte nisur të zbehej. Më 20 shkurt, studentët dhe qytetarët u mblodhën fillimisht në qytetin Studenti. Thirrjet ishin të qarta: poshtë diktatura, liri demokraci. Turma u drejtua në qendrën e Tiranës. Dëshmi të kohës tregojnë se në fillim kishte hezitim. Forcat e policisë dhe të gardës ishin të pranishme, por numri protestuesve u rrit me shpejtësi. Një ish studenti asaj dite ka rrëfyer më vonë. Kur arritëm te busti e kuptuam që nuk kishte më kthim pas. Ai monument nuk ishte thjesht bronz, ishte frika jone ngrirë. Me litar të improvizuar, me duar dhe me shtytje kolektive, busti filloi të lëkundej. Në momentin kur figura 10 metrëshe u përkul dhe ra në tokë, turma shpërtheu në brohoritje. Pamjet u transmetuan nga mediat e huaja dhe u bën simbol i fundit të një epoke. Enver Hoxha kishte vdekur më 11 prill 1985, por sistemi i ngritur prej tij vazhdoi në drejtimin e Ramiz Alis. Për shumë shqiptar, rrëzimi i bustit nuk ishte akt kundër një të vdekuri, por kundër regjimit që kishte burgosur, internuar dhe izoluar vendin për dekada. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara pas rënies së komunizmit, gjatë regjimit komunist, u ekzekutuan mbi 6.000 persona, u burgosën 10 mira dhe u internuan familje të tëra. Shqipëria ishte shpallur shtet i parë ateist në botë në vitin 1967. Kishat dhe xhamit u mbyllën, klerikët u persekutuan. Një ish i përndjekur politik do të kujtonte: kur pash bustin të rrëzohej, mendova për babain tim që vdiq në burg. Mendova që më në fund dikush po e dëgjonte dhimbjen tonë. Rrëzimi i bustit ishte një goditje e rëndë për autoritetin e Partisë së Punës. Presidenti Ramiz Alia dënoi dhunën, por shmangu përplasjen e drejt për drejt. Sistemi tashmë ishte i brisht. Zgjedhjet e para pluraliste u mbajtën më 31 mars 1991. Partia e Punës fitoi shumicën, por klima ishte e tensionuar dhe tranzicioni kishte nisur. Ngjarjet e 20 shkurtit shënuan pikën pa kthim. Pas tyre, simbolet komuniste filluan të hiqeshin. Emrat e rrugëve u ndryshuan. Monumentet u zhvendosën. Retorika zyrtare nisi të zbutet. Gazetarë të huaj që ndodheshin në Tiranë e përshkruan skenën si moment i Berlinit shqiptar, duke krahasuar me rrëzimin e murit të Berlinit në vitin 1989. Një reporter italian raportonte: shqiptarët nuk po rrëzonin vetëm një statuj, ata po përpiqeshin të rrëzonin izolimin e tyre. Një qytetare e Tiranës e intervistuar vite më vonë kujtonte: kisha frikë, mendova se do të më qellonin, por kur e pash monumentin në tokë, qava. Ishte si të hiqej një peshë nga kraharori. Pamjet tregojnë njerëz që hipnin mbi statujën e rrëzuar, që tërhiqnin zëvar, që festonin, por në sfond kishte akoma pasiguri. Askush nuk e dinte se si do të reagonte ushtria.
Shqipëria kishte kaluar dekada me bunker dhe me doktrinën e armikut të brendshëm. A ra diktatura atë ditë? Formalisht, jo me njëherë. Struktura shtetërore vazhdoi të funksiononte, por psikologjikisht po. 20 shkurti i vitit 1991 ishte dita kur frika kolektive u thye publikisht. Në muajt që pasuan, kriza ekonomike u thellua. Emigrimi masiv nisi në mars të vitit 1991 me mijëra shqiptar që u nisën drejt Italisë, Greqisë dhe vendeve të tjera. Në qershor të vitit 1991, Partia e Punës ndryshoi emrin në Partia Socialiste. Në mars të vitit 1992, zgjedhjet e reja sollën në pushtet opozitën. Rrëzimi i Bustit ishte preludi i rënies përfundimtare të një sistemi partijak. Po cila është trashëgimia e 20 shkurtit e vitit 1991? Sot ajo ditë mbetet një nga momentet më ikonik të historisë moderne shqiptare. Për disa është akt çlirimi, për të tjerë fillimi i një tranzicioni të gjatë dhe të vështirë. Historianët theksojnë se rrëzimi i simboleve është shumë i rëndësishëm, por ndërtimi i institucioneve demokratike është një proces i gjatë dhe që kërkon shumë kohë. Shqipëria hyri në një periudhë të razirash politike, krizash dhe zhgënjimesh, por 20 shkurti mbeti dëshmi se pushteti absolut nuk është i përjetshëm. Një nga protagonistët e protestave, vite më vonë do të shprehej: "Ne nuk e dinim si do të dukej e ardhmja, dinim vetëm që e kaluara duhej të binte." Dhe ajo ra, me një zhurmë metali në asfalt, në mes të Tiranës, në mes të një populli që për herë të parë po bërtiste pa frikë. Por a ishte vetëm një shpërthim spontan? A pati ndikim ndërkombëtar? A kishte prapaskena? Në fillim të viteve 90, Shqipëria nuk ishte një ishull i izoluar vetëm nga regjimi vet. Ishte pjesë e një dominoje që po binte në të gjithë Europën lindore. Muri i Berlinit ishte rrëzuar më 9 nëntor 1989. Në Rumani, diktatori Ceaușescu ishte ekzekutuar në dhjetor të vitit 1989. Në Poloni dhe Hungari, sistemi komunist kishte nisur të zbehej me qeveri pluraliste. Presioni ndërkombëtar mbi Tiranën ishte rritur ndjeshëm. Në vitin 1990, Shqipëria nisi të hapte ambasadat, lejoi daljen jashtë të disa qytetarëve dhe pranoi kontakte më intensive me Perëndimin. SBA dhe vendet e Bashkimit Evropian kërkonin reforma politike dhe respektim të drejtave të njeriut, si kusht për normalizimin e marrëdhënieve. Diplomatët perëndimor të akredituar në Tiranë atë periudhë kanë dëshmuar më vonë se klima ishte e qartë. Sistemi nuk mund të mbijetonte i izoluar. Ndihma ekonomike ishte kushtëzuar me pluralizëm. Kriza e thellë ushqimore dhe financiare e bënte Shqipërinë të varur nga hapja. Por ai organizuan ndërkombëtare të rrëzimin e Bustit? Nuk ka prova në dokumente që 20 shkurti të ketë qenë i orkestruar nga jashtë. Ajo që dihet është se klima ndërkombëtare krijoi terrenin psikologjik dhe politik për ndryshim. Shqipëria nuk mund të qëndronte e fundit në një kontinent që po transformohej. Sa për prapaskenat e brendshme, studiues të tranzicionit shqiptar theksojnë se një pjesë e elitës së vjetër kishte kuptuar se sistemi ishte i paqëndrueshëm. Ramiz Alia kishte nisur në vitin 1990 disa hapa të kontrolluar liberalizmi. Ka teori që sugjerojnë se lejimi i protestave dhe shmangja e një ndërhyrje të dhunshme më 20 shkurt ishte një zgjedhje vetëdijshme për të mos e përgjakur situatën dhe për të negociuar një tranzicion më të butë. Ish funksionar të kohës kanë deklaruar më pas se u diskutua seriozisht përdorimi i forcës, por frika nga një përplasje civile dhe nga izolimi total ndërkombëtar e ndaloi ndërhyrjen drastike. Nuk pati tanke në shesh, kjo ishte vendimtare. Pra rrëzimi i Bustit ishte produkt i një presioni të dyfisht, nga populli i lodhur dhe studentët dhe nga një Europë që kishte ndryshuar rregullat e lojës. Po sot, si shihet 20 shkurti dhe figura e Enver Hoxhës? Gati 4 dekada më pas, Shqipëria është antare e NATO-s që prej vitit 2009 dhe kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Institucionet janë pluraliste, zgjedhjet janë periodike, media është e lirë në krahasim me të kaluarën, por tranzicioni ka qenë i gjatë dhe shpesh i dhimbshëm.
Debati mbi figurën e Enver Hoxhës vazhdon. Sondazhe të ndryshme ndër vite kanë treguar se një pjesë e shoqërisë, veçanërisht brezi që jetoi stabilitetin e garantuar të asaj kohe, e sheh periudhën komuniste me nostalgji, kryesisht për rendin dhe sigurinë sociale, ndërsa viktimat e përsekutimit dhe familjet e tyre kërkojnë më shumë drejtësi, dëmshpërblim dhe dënim moral të krimeve të regjimit. Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ka publikuar dokumente dhe dëshmi për represionin, ndërsa Muzesi Bunkar dhe Shtëpia me Gjethe janë kthyer në hapësira kujtese. Por një pyetje mbetet, a u rrëzua vetëm busti apo u rrëzua dhe mentaliteti? Shumë analistë argumentojnë se tranzicioni shqiptar trashëgoi struktura, kultura politike dhe mënyra funksionimi që e kanë bërë të vështirë ndarjen e plot me të shkuarën. 20 shkurt ishte një akt simbolik i fuqishëm, por ndërtimi i demokracisë kërkon më shumë se rrëzi monumentesh, kërkon institucione të forta, drejtësi funksionale dhe kulturë lirie. Megjithatë, simbolika e asaj dite mbetet e paprekur, sepse më 20 shkurt 1991 në qendër të Tiranës, një popull që për dekada kishte mësuar të heshtete, vendosi të fliste. Dhe kur një shoqëri e mposht frikën publikisht, historia ndryshon drejtim.